Mirëmbrëma nga Himara, ky qytet i vogël, por jo rrallëherë i përfolur si pozitivisht, po ashtu edhe negativisht. E nga ana tjetër, një nga vijat bregdetare që pret çdo vit miliona turistë vendas e të huaj. Sonte, përballë me mua, kam 5 përfaqësues të 5 institucioneve të ndryshme, apo e konsideruar ndryshe si ajo makineria gjigante që qëndron pas mbarvajtjes së çdo sezoni turistik. Po t'i prezentojmë njëherë se cilin prej tyre, jo për nga rëndësia, por ashtu si puste janë ullur, do ta nis nga krahu i djathtë, Astrid Bilibashi, drejtor i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Astrid Mirëmbrëma, me mua, Astrid Lloj, shef i shërbimit zjarfikës në Bashkinë e Himarës, Astrid Knajsi, me një mision patjetër fisnik dhe të veçantë, Marilyn Hadaj, shef i policisë kufitare, i postës policisë kufitare të Dërmiut, Marilyn, knajsi të rikem në fakt në intervistë, sepse kemi patur fatin të jemi edhe herë të tjera. Mario Liçaj, drejtori i policisë bashkiake të Himarës, Mario, knajsi të kem në një intervistë dhe për më tepër që është edhe sfida jote e parë, sepse është sezoni i parë turistik që ti ke në Bashkinë e Himarës, në një territor e ritheksoj jo pak të përfondur dhe jo pak delikat, dhe Marcel Podra, shefi i rendit i komisariatit të policisë Himarës. E ritheksoj që jo për nga rëndësia përsëri, sepse të gjithë janë të rëndësishëm në atë që bëjnë dhe në atë që ne ndihemi të sigurt sa herë që vijnë këtu, por për nga rrezikshmëri dhe nga rrezikshmëria, Astrid, u doja ta nisja me ty, me Astrid Llojin, sepse patjetër që në sezonin veror ka kaq shumë rrezikshmëri. Ke nisur që nga zjarret, që nga personat të cilët ngelin në përgjira të caktuara ku nuk kanë akses të visorët, si ka nisur ky sezon për Himarën dhe për gjithë territorin e vështirë ku ju jeni dhe ju keni. Ne si zjarfikse mbulojmë një territor shumë të madhin të bashkisë, të cilët jemi angazhuar me një trup prej 17 vetash, me një flot zjarfikses shumë të mira, duke shtuar flotën me 6 zjarfikse. Kemi bërë të mundur që këtë vit kemi patë më pak ngjarje dhe sensibilizimin kemi me ndërgjegjësimin e njerëzve. Punën e zjarfikse, punën e drejtorisë pyjore të bashkisë, bashkia ka vendosur çdo roje në çdo fshat nga një roje zjarri për të njoftuar sa më shpejt për të marrë dhe masat për shuarjen e zjarrit. Si vjet kemi patë rreth 8 zjarre, pothuajse 8 vatra zjarre, pothuajse kanë qenë në kohë dhe shumë të jo të përhapura në maksimum. Problemi kryesor tek neve është kanionet e gjipes, të cilët turistët kalojnë dhe ngelen në kanion. Sa raste kemi pasur këtë vit? Këtë vit kemi patë 2 raste të cilat kanë qenë me plagosje, ku në njërin rast ka ndryrë kryetari i bashkisë, drejtori i zjarfikseve, ka ndryrë AKMC-ja, ka ndrytur. Pra ti po thua Astrid që në raste të tilla ka një mirë koordinim të gjitha atyre institucioneve apo strukturave të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e personave. Ko a ndodh kjo në çdo rast? Ndoshta do dinte pak më vonë si plete, por meqense Astridi e hapi si po dimor. Ti çdo ofizhi deri të hiqi. Ndoshta Mario, si bëhet ky koordinim i si gjitha dhe në cilat raste koordinoheni përgjithsisht? Koordinimi bëhet sipas ngjarjes që plagosjes ose shkallës të rrezikshmërisë
me njerë si rregull dhe si njoftohet kryetari i bashkisë. Pas njoftimit kryetarit bashkisë njoftohet drejtoria e MZSH-s në Ministrinë e Brendshme, njoftohet AKMC-ja, Policia e Shtetit, plus Policia Bashkiake, këto të gjitha jemi në një koordinim shumë të mirë dhe për këtë i falenderoj sepse na gjenden në krahun e ndihmës për. Më vjen mirë që ka një koordinim. Disa si bove ti di që ka një koordinim shumë i mirë, por problematik patjetër e shtuar duke qenë se ka një fluks të madh turistësh, njerëzish, dhe pasoj ka edhe një fluks të lartë automjetesh, të cilët kalojnë në rrugët e Himarës, me qenë edhe në kreni nacionale me të shtuar qoftë edhe drejt Sarandës apo gjitha plazheve të tjera që kjo bashki përfshin. Marcel, a ka trup të mjaftueshme apo përlime njerëzore të mjaftueshme komisariati i policisë Himar për të menaxhuar mbarvajtjen e sezonit turistik, po e ndaloj pak vetëm tek qarkullimi i automjeteve për të kaluar më vonë edhe tek të gjitha ato problematikat të tjera që mund hasni apo ju keni në përditshmërinë e turistit. Atëherë më mbrëma, përgjigjet për kjo shtuaj. Kemi me fillimin e sezonit që nga data një korrik nga drejtoria përgjithshme janë komanduar edhe nga drejtoritë e tjera vendore, pra në bazë një planit masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në ato drejtori vendore të cilat ka një plazhe, pra një jurisdiksion e tyre kanë plazhe dhe kemi trup mjaftueshme të ardhur dhe të planizuar pranë në nënvarësinë e komisariatit të policisë Himar dhe du të theksoj se në çdo plazh që mbulon komisariati jon, territori jurisdiksional i komisariatit ton, kemi patrulla 24 orë, të pranishme për të garantuar rendin dhe sigurinë publike të pushuese, si dhe duhet të theksoj edhe bashkëpunimin mjaft mirë me Bashkinë Himar në vendosjen e tabelave, pasi gjitha rrugët janë bërë me një sens lëvizje për të orientuar dhe për të siguruar se të mos ketë trafik. Edhe automjetet janë lëvizja është mjaft efikase kjo bashkëpunim që kemi bërë me Bashkinë, vendosja e tabelave. Mario, si bëhet? Pra, përveç se ka lëvizje të shumë, patjetër që mëse shpesh hedh ujësi të lirë, të paktën po dhe më parshme, sot ishte situata më mirë të hyrjes së qytetit, ka automjete të parkuara, shumë mund që është një nga problematikat që vjen në sy të parë, si e keni zgjidhur këtë problem dhe sa vazhdon të jetë problematik edhe në këtë sezon, edhe son dëgjonasim, edhe në pikë të bashkim, apo ka një ndërgjegjësim të qytetarëve qoftë për të kërkuar parkingje të mëdha, apo edhe për të bërë atë pagesën që paktën në sa un kam informacion ka tashmë edhe fonde të posaçme për ti mund jetosh një mesazh dhe të zësh postin tonë të parkimit gjithmonë duke paguar më pak se sa mund paguash një parkim privat. A është kjo një sfidë e juaja e përditshme dhe besoj kjo sfidë është e juaja për edhe rendit edhe policisë sipërore edhe qytetarëve. Adhe me mbrëma një. Përsa i përket sezonit turistik, Bashkia e Himarës, pjesë të planit masave të saj, ka dhe aplikon dhe një sistem qarkullimit të ato mjeteve me një sens, brenda zonës unazës saj. Përsa i përket pjesës parkimeve, janë disa zona të cilat Bashkia ka aplikuar sistemin e pagesës. Qytetarët e Himarës, pjesa më e madhe praktikojnë pjesën e pagesës. Problem hasi me shtetësit e huaj, pasi sistemi pagesës ka si kriter që t'jesh nga operator që operojnë në Shqipëri, gjë që jo të gjithë turistët e kanë. Menaxhimi i qarkullimit të brenda rrugëve të brendshme të qytetit Himarës monitorohet nga Policia Bashkiake. Dhe përsa i përket pjesës së qarkullimit, gjatë sezonit kemi dhe asistencën e drejtorisë së policisë rrugore të drejtorisë Vlorës, të cilën asiston problematikat. Sigurisht problematikat janë të shumta me parkimet, kjo është si rrjedhoi e fluksit të turistëve, e cila ka elementet pozitive, por ka dhe ato që na
kthehet sfidë për ne. E nisa me këtë, sepse patjetër që në përditshmërinë e punës tuaj ka problematika të tjera të shumta, po kjo është ajo që pije në sy që në momentin e parë si problematikë. Prandaj dhe e thesa. Atëherë, pjesë e parkimeve të gabuara është simptom, nëse mund ta quaj e turizmit. Nëse mund ta kthehet në favorin tonë, mund të them që kemi turizëm goxha të shtuar, kjo është një efekt anëtor që normalisht do na duhet ta trajtojmë. Se çdo e mirë vjen me ca pasoja mbrapa. Pikërisht. Por që policia bashkiake është angazhuar maksimalisht dhe ka në fokus të veçantë këtë pjesë. Të paktën brenda pjesës së qytetit, ku dhe cilën menaxhojmë. Jo të pjesën e Himarës, menaxhojmë edhe qarkullimin e brendshëm në rrugët e brendshme të Dërmiut. Sa punonjës ka policia bashkiake e bashkisë të Himarës? 25 punonjës policie. A janë mjaftueshëm për mbarvajtjen e një sezoni turistik, sepse ne nuk kemi vetëm qendrën e Himarës, patjetër nis nga Palasa dhe përfundon në Nivic. Kështu që e vërtetë është që Bashkia e Himarës ka një territor shumë të madh. Apo nevoja nuk është një lloj siç është këtu me ato zonat e tjera që unë përmenda, siç mund të jetë Nivica apo Himarën në vetë ka tjetër dinamik të punës. Zonat e Dërmiut gjithashtu. Sigurisht numri punonjësve sa më lart aq mirë do ishte, por që me këtë numër punonjës që kemi po bëjmë maksimumin për ta administruar pjesën e zonës turistike dhe mund të them me krenari që po ja dalim më së miri. Më vjen shumë mirë sepse kjo patjetër që ka edhe sfidat e veta, pra të pasurit e një numër ndoshta jo të konsiderueshëm punonjësish është sfidë. Drejtor, si është situata me Bregdetin dhe me detin e Vlorës, Himarës, deri në Saran, duke qenë se ju jeni përfaqësuesi rajonal? Çfarë problematika është ka pasur këtë vit, sa i takon asaj ndarjes, plazh publik, plazh privat, ndoshta këtu mund na ndihmojë dhe Mario, mund na ndihmojë dhe Marceli, mund na ndihmoni të gjithë me atë bashkëpunimin që keni? Po, patjetër. Bashkëpunimi është kyçi kryesor i suksesit të çdo lloji pune. Ne kemi arritur deri tani, kemi pas bashkëpunim shumë të mirë si me policinë bashkiake, po edhe me institucionet e tjera të cilat na ndërthur puna, si me policinë kufitare dhe në lidhje me mjetet lundruese dhe me gjithë aktorët e tjerë që operojnë. Kemi bashkë për të arritur qëllimin në fund një sezon të suksesshëm. Lidhur me problematikat cilat dalin shpesh apo që evidentohen janë të vogla këtë vit në lidhur me vitet e tjera. Ku qëndron dallimi? Pra çfarë ka ndodhur vitet të tjera për të bërë pak edhe atë, ndoshta ato zinxhirin përmirësues që ju keni pasur? Mendoj që njerëzit po vënë drejt sensibilizimit dhe mirë edukimit, po themi që ajo që konsumojnë në plazh nuk lihet aty ku konsumohet, po idhet në vendin e caktuar, ku hapësira publike i përket pushusit dhe jo babëzis nga subjektet të cilët duhet ta zënë atë plazhin publik. Janë bërë koordinimet që në fillim dhe çdo stacion plazhi është përcaktuar kufiri nga policia bashkiake se ku duhet dhe bashkia se cilat janë. Mario, a ka rezistencë tek përcaktimi i kufirit plazh publik, plazh privat, të paktën në bashkinë e Himarës? Flas ndoshta edhe nga subjektet të cilët synojnë të kenë çadrat e tyre, shezllonet e tyre në breg të detit? Nuk e di se mund ta quaj rezistencë, por e vërteta është që çdo subjekt ka të kërkesat e veçanta që ndonjëherë që mund të quajë rezistencë ose bëjmë punën tonë pak më të vështirë. Por që bashkëpunimi që kemi edhe me AKB-n, që është e vërteta, na ka bërë më të lehtë punën për të administruar këto lloj situatash, që mund të themi që kemi një ndarje. Pra dhe janë ndërgjegjësuar më shumë. Deri diku, do me thënë, nga viti në vit, paktën nga eksperienca ime, çdo situatë vetë drejt përmirësimit, sepse edhe këshillimi, edhe ndëshkimi në rastet nevojshme kur është dashur në ato subjektet paktën që sepse nuk është ndëshkimi si parimi bazë, do me thënë. Ne nga ana jonë i këshillojmë, sepse edhe vetë ligji përcakton që duhet ta këshillosh një herë, pastaj të shkosh në masa më ekstreme. Këtë vit, deri tani do me thënë kemi pasur situata të vogla, jo
ngjarje problematike, pastaj marra. Kë quan situatat e vogla, si ndoshta për qenë pak më do me thënë, se dhe unë dua të kuptoj pak më shumë se cilat janë sfidat me të cilat ju përballeni, pra ku duhet të ndërhyni, si është edhe qasja qytetare. Kjo që çdo subjekt e ka të përcaktuar në kontratën që ka lidhur me bashkinë dhe me Agjencinë e Bregdetit, se sa është numri i çadrave që duhet të ketë dhe duhet të ushtrojë një aktivitet. Po ka nga ata që kanë të lidhur 50 dhe duan t'i bën 55, por që janë ndërgjegjësuar që kjo gjë ka marrë fund dhe mundohen të respektojnë ligjin me aq prioritet. E kjo edhe në fal bashkëpunimit që kemi, të thash, ndërinstitucional që po se kapa unë do ta kapi policia bashkiake ose po se ka policia bashkiake do ta kap unë. Dhe kanë kuptuar që nuk mund të, sepse toleranca ndaj hapësirave publike do të shkojë zero sepse kështu duhet të jetë, e kupton? Edhe nuk besoj se do kemi negocim me asnjë subjekt që tenton të zëjë hapësirat publike. Rastet që janë evidentuar që kanë shkelur të bërë aksionet e erëpashershme edhe me policinë bashkiake edhe me policinë e rendit dhe shpresojmë që mbaj mend vitet e kaluara që kanë qenë realisht një sfidë, pra punonësit e policisë, qoftë ato bashkiake apo qoftë të rendit, duhet të merreshin me heqjen e shezlloneve, me heqjen e çadrave në plazhe dhe jo të bënin ato detyrat e tjera funksionale që kanë, gjë që këtë vit për hir të së vërtetës mungon dhe ndoshta edhe për shkak të këtij sensibilizimi dhe për shkak të kësaj ndarjeje të mirë. Jo se nuk kemi rastet, domethënë, por që jemi në kontroll të vazhdueshëm dhe në aksione të vazhdueshme që, domethënë, ata e vendosin ne dhe heqim e ndeshkojmë sepse kjo është detyra jonë. Astrid, ku mbaron përgjegjësia e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit? Pra, ku ndahet territori juaj me policinë e rendit apo me policinë kufitare? Pra, ku fillon dhe ku mbaron monitorimi juaj? Agjencia Rajonale e Bregdetit, po them që mbuloj unë, ka detyrë evidentimin dhe informimin e strukturave ligjzbatuese. Nuk kam unë si Agjenci Rajonale e Bregdetit, nuk kam të drejtë as gjobe, as sekuestro. Pra, territori jot, ku fillon dhe ku mbaron? E kam fjalën dhe si territor toksor apo detar? Si territor fillon në kepin e Stillos që është në kufi me Greqinë dhe mbaron në Palas. Domethënë, stacioni i parë është Palasa dhe i fundit është Ksamili, po themi. Në kepin e Stillos fiksi që po si stacion e plazhe, neve kemi deri në Ksamil, sepse në këto vendet e tjera janë thjesht zona bregdetare, por që nuk ka stacion plazh. E kam pyetjen deri diku tjetër përveç kësaj që ju thoni. Pra ju jeni vetëm për Bregdetin apo hyni shpesh edhe në det nëse konstatoni diçka? Se dua të dal diku për të pyetur për diçka që nuk e di se... Në Agjencia e Bregdetit vetë nga emri mban përgjegjësi për bregun e detit. Por në rastet që unë konstatoj një mjet lundrues, po them, që operon apo që është hyn brenda kufirit sigurisë, patjetër që informoj organet kompetente të policisë kufitare, domethënë, nuk është se nuk e kam detyrë funksionale detin, ujin, por që Marivlen, si është ky sezon për policinë kufitare, sepse jo më kote nisa me tokën, duke qenë se numri më i madh dhe ajo rrezikshmëria më e madhe dhe përqendrimi më i madh është e toka, po pa diskutim e shkuara dhe historia ka treguar që ka jo më pak rrezikshmëri edhe brenda në det. Pyetja ime e parë për të mos u ndalur në shifra është kjo. A ka rënë miti i të fortit, sepse jemi në një qytet që për hir të së vërtetës, për fat keq ka pasur edhe incidente apo edhe aksidente ujore të jetë rënda. Ky mit ka ikur, a kontrollohen rigorozisht të gjitha mjetet lundruese, a janë ndërgjegjësuar njerëzit apo janë ashpërsuar masat tuaja? Mi mbrëma edhe një herë, patjetër që policia kufitare ka pothuajse shumë peshën më shumë në zbatim të tyre mitit të fortëve që thotë ti, por miti të fortëve nuk ekziston deri në momentin që zbatohet ligji dhe zbatohet ligji me përpikmëri, desha të thosh. Pra, a janë sensibilizuar apo janë shtuar masat tuaja? Me çfarë i ruan këta njerëz? I ruan frika, i ruan kontrollet? Me kalimin e kohës, ne njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe janë sensibilizuar, por nuk mungon kontrolli i përditshëm i policisë kufitare në zbatim të ligjshmërisë. Dhe toleranca ndaj
Toleranca përdoruesve ndaj të... palishmërisë është zero. A janë shtuar përdoruesit e mjeteve ujore, qoftë si operator turistik që funksionojnë në qytetin e Himarës? Në qytetin e Himarës janë shtuar operatorë turistik, por edhe operatorë turistik, por edhe mjetet lundruese private janë shtuar. Por kjo nuk do të thotë që me shtimin e këtyre ka humbur kontrolli apo ka humbur përgjegjshmëria e njerëzve në zbatim të ligjit. Krahas këtyre janë rritur edhe masat tuaja, dhe kur them masat tuaja kemi të bëjmë me shtim të punonjësve të policisë, sidomos për gjatë sezonit turistik, me shtim të mjeteve lundruese, sepse nëse në det kemi një jahtë apo një skaf luksoz me një shpejtësi që mund të jetë të normave, se di sa e ka shpejtësi një mjet ujor, a i keni dhe ju parametrat të përafërta për ta ndjekur, le të themi, të gjithë këto shtrirje të tyre në det? Me fillimin e sezonit turistik, në zbatim të planit masave të Drejtorisë Përgjithshme të Policisë Shtetit dhe të Drejtorisë Kufirit të Migracionit Vlorë, janë shtuar efektivet, kanë ardhur forca shtesë nga drejtorit dhe nga forcat e ndryrës së shpejtë, ku si dhe është ngritur dhe njësia policore detare, ku në stacionin e Dërmiut, në sektorin që unë mbuloj, operojnë 6 njësi policore detare, 6 njësi jet ski, kemi 2 mjete lundruese që janë në funksion të zbatimit të planit të masave, dhe ky është një sektor që mbulohet me këto njësi, me këto forca, domethënë. Kështu që është e menaxhueshme. Në fakt, dëgjosh të gjithë shpjegimin që dhanë, të paktën në dukje, duket sikur gjithçka shkon në mënyrë perfekte. Të gjithë ashtu duam që gjithçka të shkojë mirë, të ketë sa më pak problematika, të ketë sa më pak sfida, por patjetër që me kalimin e emocioneve që ka gjithë secili prej të ftuarve, sepse kemi të bëjmë me njerëz që janë më shumë teknik dhe jo të mësuar me ekranin, dhe mua vjen keq që e kanë pak më të vështirë që ta tregojnë më hapur të gjithë punën e tyre. Do shkojmë në pak minuta publicitet dhe rikthehemi për t'i dëgjuar për sfidat që ka secili prej këtyre 5 personave që janë me mua sonte, me mungesë të Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët ka një rol jo pak të rëndësishëm, por kohë për të ardhur nuk kanë kurrë. Më rëndësishme e jetës. Që gjitha një sfidë. Po aq e bukur sa është, aq edhe e rrezikshme është. Si zgjedh çfarë personi do që të bësh në të ardhmen. Për ju pak më e vështirë për ne, pra njerë prindëritën tonë në këtë moment është më rëndësishme. Gatuen nga shoqëria më e rritur, nuk janë ashtu sepse ata kanë lindur ashtu. Ata janë adoleshentë. Dhe unë jam një prej tyre. Ne në syrin e tyre jemi shpresa dhe modeli, ndërsa ata në syrin ton janë jo vetëm e tashmja, por edhe ardhmja. Ne kemi nevojë të dëgjohemi pa u gjykuar. Institucione të cilat, siç e thamë edhe në mbyllje të pjesës së parë të këtij emisioni, duket se janë tërësisht në harmoni me njëri tjetrin. Por pa diskutim, ka edhe sfida të njëpasnjëshme, atë llojin e rezistencës qytetare që jam e bindur që secili prej tyre e has në përditshmëri, në një lloj situate apo në një lloj tjetër, duke nisur që nga niveli i zhurmës. Himara njihet për plazhin familjar, për atë qetësinë që të ofron si qytet, por ndërkohë janë edhe zonat e tjera si Dërmiu, Palasa apo plazhet elitare, siç konsiderohen ndryshe, të cilët luftojnë për të mbajtur një orë më shumë muzikë. Mario dhe Marcel, Mario po e nis me ty.
sa e vështirë është të menaxhosh pjesën e muzikës në breg të detit në kulmin e sezonit turistik, kur në thelb të gjithë vinë për të pushuar, por dikush vjen për të bërë pushime familjare dhe për të qetësuar, dikush tjetër qetësinë e vet ka të dalë, të jetë në diskotek, në klabe, në çfarëdo lloj vendi që ofron atë muzikën e lartë. Sa sfidë është këtë sezon mbyllja e muzikave dhe menaxhimi i pakënaqësisë së subjekteve që operojnë në të gjithë territorin e Bashkisë Simar, sa i takon pjesës muzikës. Dhe them pakënaqësi sepse secili në fund të ditës mendojnë që të bëjë ca para më shumë në 4 apo 5 muaj sezon sa janë. Shumë e drejtë. Për sa i përket pjesës të kufizimit të zhurmave, qëllimi ynë ka qenë që të gjejmë ekuilibrin midis aktivitetit ekonomik dhe të drejtës së pushuesve dhe banorëve për qetësi. Kufizimi i muzikës zbatohet brenda qytetit të Himarës, brenda zonës së Himarës, brenda zonës shëndërore të Himarës. Dhe ka ardhur si rrjedhojë e ankesave të shumta të banorëve për nivelin e lartë të zhurmës dhe dozës akustike, e cila kthehet në shqetësim për ta. Ky vendim pra po flasim i Këshillit Bashkiak, po, ta perifrazoj pak edhe unë. Pra bëhet fjalë për një vendim të Këshillit Bashkiak të marrë këtë vit, ku lokalet e qendrës së Himarës dhe të Potamit deri në orën 20:00 lejohet muzika, të paktën ashtu shkruan në atë vendim, dhe kam parë edhe nga kolegët e mi nëpër media që e kanë perifrazuar duke thënë që kjo po dëmton bizneset. Çfarë është në realitet ky vendim? Pra, deri ku i cënon bizneset dhe a ka pasur një lloj konsulte me këta operatorë turistik përpara se sa të merrej si vendim? Përveç se duke dëgjuar banorët të cilët janë të shqetësuar? E vërteta është që ky vendim, i cili është marrë, është vendosur në mënyrë unanime nga Këshilli Bashkiak, nga disa portale dhe media është keq interpretuar. Sepse ky vendim në vetvete nuk ka qëllim të ndalojë muzikën, por ta kufizojë me një normë respektive prej 85 decibel, e cila është një normë më se mjaftueshme për çfarë lloj biznesi që të shton aktivitetin në normalitet deri në orën 12 natës, e cila është fasha orare e cila e ndalon muzikën në masën zero. Sigurisht që në fazën e parë që ne kemi aplikuar këtë kufizim të zhurmave, kemi patur ato pakënaqësi sigurisht, gjërat që pritën, por që me kalimin e kohës bizneset kanë qenë bashkëpunues, kanë treguar bashkëpunim dhe kanë respektuar këtë vendim të Këshillit Bashkiak. Këtë kontroll që ju bëni për muzikat bëhet bashkë me policinë e rendit, pra si funksionon si strukturë, me kë koordinoni për të mbyllur fashën muzikore? Policia në Bashkiake në vetvete ka si detyrë funksionale kryesore zbatimin e vendimeve të bashkisë. Pra, hapi faza e parë monitorimit të këtij vendimi është kontrolli dhe monitorimi që bën Policia Bashkiake çdo subjekt ndaj volumit, duke marrur dhe nivelin e zhurmës, dhe sigurisht në subjekte që nuk tregojnë bashkëpunim, kur kërkohet nevojë e policisë së rendit, policia e rendit ka qenë gjithmonë bashkëpunuese dhe e gatshme dhe na zgjendur. Marcel, ka raste që nuk tregohen bashkëpunues bizneset dhe është dashur ndërhyrja juaj? Pra është e përditshme apo është e rrallë si rezistencë? Se këtë fjalë në rezistencë sonte e përdor kam shumë, sikur tani me sa kam unë informacion si vjet zbatimi i ligjit është bërë një shprehje për qytetarët dhe është në shumë raste të rralla mund të ketë një pakënaqësi, do thoja, jo rezistencë, do thoya pakënaqësi nga këto aktivitete ekonomike, por që rastet janë shumë të rralla. Thjesht mjafton prezenca e uniformës që e policisë rendit, si asaj policisë bashkiake. Ju erdhi ora 12, jeni të stacionuar përpara lokalit apo kaloni përpara lokalit dhe mjafton t'ju shohin që kaloni dhe të gjithë? Mjafton prezenca dhe në raste të rralla, domethënë që nuk e zbatojnë me përpikëmirëtor, apo shohin prezencën tonë, nuk kemi asnjë problem pastaj për tejkalimin e orave të muzikës.
Mario, cilat janë sfidat e tjera me të cilat përballet policia bashkiake në këtë apo në përgjithësi përgjatë sezonit turistik? Dhe këtë kam pyetje për të gjithë, se cilat janë sfidat e tjera me të cilat përballeni përgjatë sezonit turistik, përveç atyre që unë ju pyes, sepse realisht ju I dini sfidat tuaja, po e nis me Marion për të kaluar pastaj tek këtë gjithë. Duke qenë se pjesën e qarkullimit dhe trafiku dhe përhimeve të gabuara e trajtuan pak më parë, mund të ndalim te pjesa e mbedjeve, të cilën Bashkia Himar në këtë vit pjesë të planit të masave për sezonin ka patur dhe përcaktimin e orareve, në të cilat subjektet do të depozitojnë mbedjet. Aktualisht janë 2 orare, njëra është në mesnat dhe njëra është në orar dreke, që e cila bën të mundur disiplinimin dhe mirë menaxhimin me mbetjet. Duke qenë se sezoni është shumë I ngarkuar, mbetjet natyrisht shtohen. Patjetër. Por që Bashkia Himar ka qenë goxha angazhuar dhe maksimalisht për disiplinimin e subjekteve në depozimin e mbetjeve. Sepse jo rrallëherë kanë dalë dhe qarkulluar edhe video në rrjetet sociale apo denoncime të bëra edhe në media sociale, pikërisht për këtë papërgjegjshmëri të qytetarëve apo të subjekteve të caktuara, flas këtu për vitet që dhe sezonet verore që kemi lënë pas, të cilët I kanë hedhur mbeturinat ku kanë mundur, por këtë vit deri tani në korrik nuk kemi parë gjë, kemi edhe një pjesë të mirë të sezonit përpara, por uroj që sensibilizimi të jetë patjetër gjithmonë e më I lartë. Zoti Lloj, sfida më e madhe unë besoj që kjo pyetje është bërë me qindra herë, me mira herë, po sfida më e madhe e një zjarrfiksi cila është? Unë kam pasur fatin, nderin të kemi intervistuar disa nga kolegët tuaj, por sfida jonë si zjarrfikse është të shpëtojmë sa më shumë jetë njerëzish. Të shpëtojmë pronat të por jeta njerëzore prevalon mbi. Tani sfida jonë është që ne si bashki të mos kemi zjarre. Sfida jonë me madhja që po përgjatë pjesës tjetër të vitit, Astrid, sa I ngarkuar është territori I Himarës me probleme të zjarreve, të ndoshta edhe të turistëve të cilët vinë edhe në periudha tjera të vitit, jo domosdoshmërisht vetëm në verë. Shtimi I popullsisë dhe I turistëve ndikon dhe tek neve, sepse nëse këtu ka 27.000 banor, gjatë sezonit turistik shkon dhe 300.000 dhe përballimi është shumë I ngarkuar. Sidomos zonën turistike gjatë Bearit ne jemi 24 orë 24 që Më bëri përshtypje një gjë që the më herët, që së fundmi, të paktën për këtë vit dhe këtë sezon, janë vendosur edhe persona të cilët vëzhgojnë zonat malore që të mos ketë rrezikshmëri. Si funksionon ky koordinim dhe a është kjo një zgjidhje e mirë që ju jep dorë ju zjarrfiksve që të shkoni në kohë atje, apo ndoshta kjo është një metodë e vjetër dhe metodat e reja do të ishin më të mira? Kjo është metodë e vjetër, kjo është një metodë e re që bashkia ka vendosur në çdo qendër administrative ose fshatrat, ka vënë nga një roje pyesh bashkë me sektorin e pyores, të cilët monitorojnë 24/24. Dhe kjo ka dhënë rezultat për arsyen sepse zjarri që ka rënur është kapur në kohë, është njoftuar dhe është kapur në kohë, nuk është përhapur ose dhe kjo ka bërë një punë shumë të mirë. Pra, me pak fjalë, nëse të paktën kështu siç unë e lexoj, viteve të më përparshme, ky zinxhir nuk pas ka funksionuar kaq mirë. Unë e kam theksuar, ritheksuar, e kam folur her pas here që duhet ketë një mirë koordinim
kjo duke marrë edhe mënyrën se si operojnë homologët tuaj, kolegët tuaj në vende të tjera, qoftë si Kosova, qoftë si Maqedonia, si Mali i Zi, si Greqia, që të ketë një mirë funksionim të institucionave përgjegjëse, duke nisur sidomos nga Agjencia e Mbrojtjes së Pyjeve apo edhe e Mbrojtjes Territorit e Merat, që të mos kemi kaq shumë sipërfaqe të djegura vit për vit në Tiranë. Mua përpara disa kohësh mu desh të bëja një punim shkencor të dedikuar vetëm për shpëllëzimin dhe më rezultoi që shkaku kryesor i shpëllëzimit në Shqipëri të ishte djegja. Pra as prerja, as tharja, por djegja dhe një sipërfaqe që i ka kushtuar vendit ton shumë shtrenjtë. Mariglen, sfida më e madhe, ti e një mjaft mirë, nuk është hera jote e parë që drejton postën kufitare të Dërmiut. Cila është sfida e re? Nga hera e kaluar që ti ke qenë këtu dhe nga hera e kaluar që unë të kam pyetur? Sfida më e madhe e policisë së shtetit dhe policisë kufitare, kuptohet, është ruajtja e jetës, rendit dhe sigurisë. Jo vetëm në sezonin turistik, po 24 në 7. Kështu që ne, si polici kufitare, i qëndrojmë në kokë punës dhe jemi në krye të detyrës në çdo moment që na kërkohet. A i pranojnë gjobat që ju vendosni? Për dal pak edhe tek statistikat? I pranojnë gjobat, me pak kënaqësi, por i pranojnë. Apo ka rezistencë edhe këtu? Se dalin tek fjala ime e mbrëmjes sot? Nuk ka rezistencë, por në momentin që gjatë kësaj periudhe ne kemi pasur diku te 22 masa administrative, ndër të cilat 2 janë përthyerje të perimetrit të sigurisë, ku toleranca në këtë rast është 0, kanë marrë 500.000 Se ka akoma tentativa, Mariglen, për ta, ose pse e bëjnë? Janë të papërgjegjshëm, çfarë thonë? Nuk mund të them që mund të jenë të papërgjegjshëm, por ndoshta nga pakujdesia ose ndoshta nga rasti, por i kanë bërë. Sepse është shumë e rrezikshme, pra patjetër që është e rrezikshme dhe toleranca ndaj këtyre rasteve është 0. Si dhe ka pasur dhe masa administrative për mungesë dokumentacioni në bordin e mjetit lundrues, të cilat është bërë dhe bllokimi administrativ dhe pasi kanë sjellë dokumentacionin kanë marrë mjetet e tyre. Marcel, sfida patjetër që rendi, siguria, toka ka sfida të tjera më të mëdha. Ka sherre që ndodhin jo rrallëherë përgjatë sezonit turistik, ketërinj të cilët vinë, konsumojnë alkool, ndoshta jo rrallëherë edhe lëndë narkotike dhe në efektin e këtyre të fundit sjellin edhe pasoja apo të pabëra që juve ju kushtojnë kohë, ju kushtojnë mund, por nga ana tjetër i japin edhe atë le të themi fytyrën jo të mirë gjithë sezonit turistik. Në këtë sezon nuk kam raportuar akoma sherre të ndodhura, por viteve të kaluara ka pasur jo pak. A është kjo një sfidë e hapur e juaja dhe a ka tentativa për sherre që juve përgjatë këtij sezoni i keni parandaluar, si është raporti? Apo janë më të kujdesshëm? Sfida më e madhe është menaxhimi, kur ka, sepse ndodhin, janë realisht, është diçka që ndodh, nuk është se ndodhi një bar në një konsumim të tepërt të alkoolit, është diçka që ndodh dhe sfida më e madhe është reagimi dhe menaxhimi që policia e shtetit i bën kësaj situate. Deri tani nuk kemi pasur, siç e thotë edhe ju, pasi edhe në ato tentativa në të pakënaqësi që mund të lindin, ose reagimi ka qenë i menjëhershëm i policisë shtetit, reagimi ka qenë mjaft profesional, çka ka parandaluar ardhen e pasojave të mëtejshme dhe ka marrë trajtimin e duhur në kohë reale. Dhe sfida më e madhe në këtë sezon do jetë përkushtimi maksimal. Jo, do jetë përkushtimi maksimal çdo punuesi policie, paktën në jurisdiksionin që mbuloj unë, atyre që kam varësi si edhe kolegëve të mi, sfida më e madhe do jetë përkushtimi maksimal në ushtrimin e detyrës dhe shërbimin më të mirë që mund t'i ofrojë qytetarëve. Kur thuaj që policia ndërhyn pa u ndezur mirë ai konflikti, kjo do të thotë që policia
ka një informacion që e merë në kohë më të shpejt, apo qytetarët kanë filluar dhe raportojnë më shumë? Pra, cila është mes këtyre të dyjave? Kemi një rritje të numrit të raportimit qytetarëve, në kohë reale, do thoja. Pika 2 e suksesshme, do thonë, të drejtim është parandalimi, sepse një nga detyrat kryesore të policisë shtetit është parandalimi. Praktikisht i bie që ka edhe punonjës civil në terren, patjetër, të cilët monitorojnë situatat. Astrid, cila është sfida më e madhe e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit? Dhe patjetër, duke ju referuar zonës dhe rajonit që ju përfaqësoni, përveç asaj që folëm plazh publik, plazh privat, se na është bërë ai ritmi që e kemi dëgjuar vit për vit, po patjetër që keni dhe sfida. Patjetër që kjo është kryesorja ruajtja e hapësirave publike për qytetarët, domethënë sepse ky është edhe në fund të ditës detyrimi ligjor që kemi ndaj edhe moral ndaj qytetarëve për të pushuar të gjithë ata që s'kan mundësi të bëjnë pushimet e privatit. Po sfidat e tjera të Agjencisë Bregdetit pa diskutim që mbeten edhe plazhet e pastërta. Domethënë jemi në monitorim të vazhdueshëm për gjitha stacionet e plazhit, pavarësisht se shumë subjekte e kanë detyrim pastrimin, ndodh që në fund të ditës veturinat i kanë lënë në stacionet e plazhit. Po ndodh që shumë subjekte pasi evadojnë. Po thua subjekte flasin për beachbaret. Po flasin beachbare, po edhe hotele që janë vije parë, domethënë pavarësisht se mund të keni vend të caktuar nga bashkia gjeti. Cila është zona më problematike? Vlora, Himara apo Saranda? Vlora është drejtori tjetër, po unë mbuloj nga Palasa dhe këtej. Realisht 3 vitet e fundit paktën ka një përmirësim të ndjeshëm pasi edhe Agjencia e Bregdetit kontrakton një operator që operon natën për pastrimin e Bregdetit, vetëm për vijën bregdetare, edhe janë shtuar evadimet nga 2-3 që bënde bashkia bëhen 5, që do të thotë ka tërheqje më të madhe, sepse sidomos në pikun Korik Gush që edhe shtohet populata, do me thënë që edhe prurjet janë më të mëdha, edhe diskutohet e konsumimi është më i madh, por që kanë qenë si pika të nxehta, ka qenë del diku Dërmiu dhe pastaj këto zonat periferike në plazhe që janë, po të thoshja, disi të virgjëra që frekuentojnë shumë pak, Lukova apo Kakomea që është hapur këtë vit për publikun, sepse njerëzit vazhdojnë, duan plazh publik, duan gjitha, por mbeturinat duan të vitja u marri dikush, jo t'i qojnë të koshi ku është përcaktuar dhe mundi hedhjes mbeturina. E bëjnë edhe të huajt edhe shqiptarët të gjithë pushues. E bëjnë edhe të huajt edhe shqiptarët dhe më çudia më e madhe ndodh që ai që i lë mbeturinat në sheshit bënte një foto, thonë shko se si e kanë lënë plazhin këtë gjendje sepse nuk po e fotografon asnjë qytetarin që e lë atje, po fotografojnë vetëm mbeturinat. Do thotë ai që i la bënte një foto që vende ai që nesër ta ketë pastër për të vajtur, kupton? Po tani ta shpërndash diçka në rrjetet sociale dhe ajo mania negative realisht më bën shumë përshtypje, sepse shiko, çdo sezon gjithçka ka ato problematikat e veta dhe asgjë nuk shkon në mënyrë perfekte, por e vetmja gjë që edhe unë si gazetare nuk arrit ta kuptoj dot është tentativa për t'i shtuar ato gjëra që janë të vogla dhe për t'i bërë shumë të mëdhaja në vend që kur kemi një numër kaq të lartë turistësh dhe që pak përpara se ta nisnim emisionin më ndaloi një turiste huaj dhe më tha Shqipëria është vend kaq i bukur, po pse nuk reklamohet pak më shumë? Po çfarë di reklamojmë ne më shumë Shqipërisë kur për fat të keq ajo që i bëhet më shumë është antireklama dhe antireklama nga vendasit dhe jo nga ata që paguhen nga lobinjët huaja. Do shkojmë në një hapësirë tjetër publicitare për të rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit, sepse të pestë këta zotrinj që janë me mua sonte këtu, kanë dhe një sfidë tjetër që është shumë më e madhe nga të gjitha sfidat që ne folëm, se të gjithë bëjmë plazh dhe pushime, këta duhet të jenë në krye detyrës duke sakrifikuar edhe familjet, apo sepse besoj të gjithë janë edhe krye familjar.
Mosha më e rëndësishme e jetës. Që gjitha një sfidë. Po aq e bukur sa është, aq edhe e rrezikshme është. Si zgjedh çfarë personi do që të bësh në të ardhmen. Periudhë pak më e vështirë për ne, pra njerë prindit jetën tonë në këtë moment është më e rëndësishme. Gatuen nga shoqëria më e rritur, nuk janë ashtu sepse ata kanë lindur ashtu. Ata janë adoleshentë. Dhe unë jam një prej tyre. Ne në syrin e tyre jemi shpresa dhe modeli, ndërsa ata në syrin tonë janë jo vetëm e tashnja, por edhe ardhmja. Ne kemi nevojë të dëgjohemi pa u gjykuar. Ata nuk janë thjesht drejtues institucionesh, nuk kanë vetëm sfida profesionale, por kanë edhe sfida personale. Të jesh në breg të detit, në pikun e vapës, në mesin e sezonit turistik, të shohësh të gjithë që pushojnë, por ata nuk pushojnë kurrë. Astrid, po e nis me ty. Si është të jesh gjithë kohës në breg det, por të jesh me punë dhe të mos kesh mundësi të i përkushtohesh familjes, të kushtosh atë një javshin e pushimeve, 2 javshin e pushimeve, nga fillimi i sezonit deri në përfundim të sezonit. Kur fillon dhe kur mbaron sezoni për ju? Një pyetje që na i bëjnë shpesh, sezoni normalisht fillon në 1 maj dhe mbaron në 15 nëntor, por 15 qershor me 15 shtator ne jemi të angazhuar nga e hëna në të diel, do me thënë jemi 7 ditë të javës në punë. Unë po bëhet viti 3, do me thënë sfidë që e shikoj detin dhe nuk lahem dot në det, sepse kam zgjedhur ta bëj këtë punë dhe detyrimisht nuk mund ta bëj këtë duke pushuar kur kam kaq shumë ngarkesë që më duhet të vrapoj për të arritur gjitha dhe për të evidentuar çdo lloj problematike. A është sfilitse dhe për kë është më shumë sfilitse? Është më shumë sfilitse për ty? Është më shumë sfilitse për normalisht që familjen është personale, por edhe për kushtimin ndaj familjes diskutohet që edhe ata ka nevojë të pushojnë, por pushojnë pa babain e tyre, domethënë dhe jemi detyruar që kjo punë kështu e ka, domethënë unë duhet bëj punën, ata duhet bëjnë pushime, nuk na përshtatet. Në 15 shtator që unë mund të bëj pushime, ata i rikthehen shkollës edhe kështu që kjo është një sfidë, do me thënë personale që e kam marrë parasysh që ku kam zgjedhur të bëj këtë punë. Nuk është tek ato shijet e mira personale, por është tek ato shijet që të lënë mbresa, pasi unë jam çdo ditë në teren për të parë çdo lloj problematike që të pushohet sa më mirë, sa më bukur nga të tjerët edhe t'i ofrojmë siguri patjetër edhe kënaqësi atyre që vinë dhe zgjedhin të pushojnë në Shqipëri. Pra, të kujdesesh për të tjerët, por duke lënë pas sa pak kënaqësi edhe familjar, dhe pa i plotësuar ato Kjo mendoj që detyrimet nuk është vetëm e imja, është edhe besoj edhe kolegëve të tjerë që na rrethojnë këtu që prej jush, Mario, edhe ti patjetër, sa orë në ditë je në punë? Që është vërtet nuk kemi numëruar ndonjëherë, por Apo dita nuk i që gjatë nga ditës? orët e para të mëngjesit deri te orët më të vonë të darkës. Ashtu siç është territori bashkisë i marrë shumë i madh, e tillë është përgjegjësia, e tillë është volumi i punës, por dhe angazhimi jon është maksimal për t'i dhënë gjithë qytetarëve të bashkisë së Marrës shërbimin më të mirë. Duke harruar ca gjëra të tjera që janë më pak të rëndësishme, që është familja, që është edhe vetja, a bëhet më njëherë e lodhshme? E lodhshme patjetër që bëhet, duke qenë se orari i punës është i stërgjatur, volumi i punës është shumë i madh, dinamika e punës është shumë e shpejtë, por që i kemi marrë parasysh këto gjëra të paktën përpara sezonit. A ndjeni ndonjëherë sikur nuk ju a din? Pra, a e kuptojnë me të vërtet qytetarët rëndësinë e asaj që qëndron pas punës që ju bëni? Mund të them që sfida e parë është me veten. Në moment që ne ndjejmë që kemi sukses në punën tonë, është
besoj edhe qytetarët e dinë dhe edhe pse shpeshherë mund të revoltohen, mund të jenë të pakënaqur, por në thelb e respektojnë atë uniformën dhe ka ardhur duke u përmirësuar. Ka nga ata qytetarë që kur i prishet qefi, sepse ai pavarësisht se bën një shkelje dhe ti i detyruar ti tregosh ligjin dhe kufirin se deri ku e ka, ai thotë ne paguajmë taksa, me taksat tona paguajnë juve. Do të thënë ka dhe nga këta lloj njerëzish që përballesh, po që kjo është sfida jonë domethënë. Është detyra juaj, patjetër që është detyra juaj për ta bërë, por ka edhe një sfidë të madhe pas që gjithsecili do duhet ta kuptojë dhe nëse do ta kuptonte, unë mendoj që do kishin tjetër qasje edhe me ato pakënaqësitë e vogla që apo të mëdhaja që ju krijohen, duke i evituar dhe duke ju a bërë kështu edhe punën më të lehtë. Marcel, edhe sfidë personale, patjetër. Ti ke punuar edhe në sektor të tjerë dhe mua më vjen mirë një herë që jeni djem të rinj dhe keni marrë përsipër sfida kaq të mëdha, ju keni ca vite më shumë dhe i keni marrë më herët këto përgjegjësi. Sa sfidë është të punosh pa pushim? Sepse e di që dhe në sektorin e mëparshëm që ke punuar, ka qenë besoj një nga sfidat më të mëdha të karrierës, se antidroga është gjithmonë jena alert gjithë kohën. Tani siç e thotë edhe ju, orash kemi, pushim s'kemi, varësisht sepse këtë punë kemi zgjedhur të bëjmë. Sfida më e madhe, me qenë se kemi zgjedhur për mua edhe personale, do të ishte menaxhimi sa më efikas i këtij sezoni turistik deri në mbarimin e tij. Pasi kur kemi zgjedhur të veshim të uniformë, kemi zgjedhur të heqim dorë nga të mirat tona personale për të shërbyer ligjit, ndërkohë edhe pastaj qytetarëve. Kjo do ishte sfida më e madhe ime. Po largësia, ndonjëherë është ajo sfidë më vete, sepse nga familjen në Shkodër, të vish në Himar, edhe pse kjo dihet që në momentin që merr përsipër të veshësh një uniform apo të punosh në institucion, ti mund të shkosh kudo. Sa pas mbetet familja në gjithë të largësi që krijohet? Një është diçka që është për secilin prej kolegëve të mi, për secilin punonjës polici i shtetit sidomos. Që janë pasur gjithë në diçka tillë, por edhe familja shumë mirë kuptuese dhe më mbështesin në këtë hap që kam ndërmarrë. Kjo më jep edhe kurajë edhe frymëzim për bërë detyrën sa më përkushtim. Më vjen mirë dhe unë do të thoja hëse djali i ri je. Mariglen, ti ke punuar shumicën e kohës larg dhe e di gjithashtu se sa sfidë madhe personale është të jesh shumicën e kohës larg dhe përgjatë gjithë kohës në alert. Atëherë. Sfidë personale. Vetë policia e shtetit është sfidë. Dhe sfidë personale mund të quaj një menaxhim të mirë të sezonit turistik, por kur e mendon këtë largësinë dhe ndaj familjes, ajo është motiv për të punuar më shumë dhe për të arritur qëllimet kryesore që mund të kemi në zbatim të ligjit dhe në ruajtjen e sigurisë së plazheve dhe sigurisë së qytetarëve dhe turistëve që zgjedhin të pushojnë në qytetin e Himarës. Për të ofruar një vend më të mirë dhe më të qetë. Astrid, sa vite ke që punon në shërbimin zjarfikës? Unë në shërbimin zjarfikës kam 12 vjetë. Që nga viti 12 vjetë? 12 vjetë, sfida ime është sepse kemi 12 vjetë që ne jemi bërë si pjesë e shtëpisë puna. Dhe për këtë falenderoj dhe ekipin zjarfikës, sepse ne nuk jemi vetëm drejtues, kemi dhe ekipin zjarfikës të cilët janë heroj, që futen kudo. Unë i kam quajtur herojnë të heshtur dhe mbaj mend në një intervistë që kam pasur me një nga zjarfikësit në Shkodër që më tha, unë dal nga shtëpia, sidomos në disa raste që janë shumë delikate dhe nuk e dia do kthehem më. Do kthehem apo s'do kthehet. Kështu ndodhet tek neve
familjet tona për hir të fatit e kemi detin afër dhe shkojnë. Kurse neve nga 1 maj deri në tetor jemi 24 në punë dhe nuk jemi më shumë jemi fokusuar te puna se sa te familja. Plus që dhe familja na ndjek në punët që ne bëjmë. Pra mbër ajo mbështetja e madhe. Unë do doja, nëse nuk ju ka mbetur gjë tjetër për të thënë dhe për të treguar, do doja edhe një mesazh nga secili prej jush, meqense jemi akoma në muajt e parë të sezonit turistik, ndoshta duke përmbledhur pak dhe atë që tham, se si çdo sezon të vi dhe të bëhet më i mirë dhe për pasojë të kemi edhe më shumë turizëm. Mario? Mesazhi që mund t'i jap është duke filluar patëm për qytetarët e Imarës, të respektojmë normat etike të jetesës dhe bashkëjetesës në komunitet, të turistëve shqiptarë të jenë më të kujdesshëm në mënyrën se si menaxhojnë pjesën e duke që s'ta bërë probleme për portale, pjesën e mbetjeve, të jenë më sensibilizuar. Respektimi hapësirave publike. Dhe sigurisht të respektojnë natyrën në përgjithësi. Sepse në fundit është respekt ndaj njëri tjetrit. Patjetër. Marcel? Një përfshi një vëmendje të veçantë do të kushtoj përdoruesve të mjeteve rrugore, pasi është edhe vapër dhe në rritjen e fluksit. Ju kërkoj që të kenë durimin dhe mirëkuptimin e duhur gjatë përdorimit të mjeteve të në rrugë, të jenë domethënë rigor të zbatojnë gjitha rregullat e çarkullimit rrugor, gjitha tabelat në mënyrë më rigoroze për veten dhe sigurinë si të atyre si dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. Një mesazh shumë i vlerë në fakt, edhe për duke qenë se përgjatë sezonit turistik jo pak përdorin e ritheksoj qoftë alkoolin apo qoftë edhe lëndë të tjera dhe kjo i bën edhe më të papërgjegjshëm dhe kemi parë që kohëve të fundit, por edhe në vazhdimsi rrugët e Shqipërisë për fat keq janë përgjakur, sidomos nga aksidentet të cilat kanë qenë edhe me pasoja të shumta në numër njerëzish që kanë humbur jetën. Ariglen? Mesazh. Unë do të kisha një mesazh për gjithë operatorët turistikë që operojnë në zonën e Imarës, si dhe për të gjithë drejtuesët e mjeteve lundruese, të zbatojnë rregullat e lundrimit, të mos shkelin perimetrin e sigurisë, pasi çdo shkelje toleranca është zero dhe ka masa administrative dhe bllokim të mjeteve, si dhe për qytetarët dhe turistët që vizitojnë Imarën, të jenë bashkëpunues, të mos kalojnë perimetrin e sigurisë me notë, të ndihmojnë policinë dhe për çfarë do lloj problemi, ne jemi 24/7 për garantimin e sigurisë të turistëve dhe të gjithë qytetarëve që vizitojnë Imarën. Mesazhi im është që të kemi sa më pak ngjarje, sa më pak zjarre, që të kemi një turizëm sa më të qetë. Mesazhi im ndoshta pak më ndryshe nga kolegët, duhet drejtoj gjithë mediave apo portaleve të publikojnë lajme që janë të vërteta, jo pamje të disa viteve më përpara, sepse krijojnë një zhurmë dhe një ngjarje të pavërtet, po që shqetëson bare opinionin publik. Siç duhet falenderoj dhe ato media apo portale që pasqyrojnë në kohë reale ngjarje që edhe ne na i lehtësojnë deri diku punën, sepse na duhet e verifikojmë në momentet del që është e vërtet, po në shumë raste rendim pas lajmeve që janë pavërteta dhe që na harxojnë kohë dhe na humbasin, si thon, një ditë pune që duhet merremi kot. Kështu që i falenderoj dhe juve që na bët pjesë e këtij paneli edhe shprehem apo folëm ato që na mundojnë apo shqetësojnë nga puna e përditshme. Në fakt ishte kënaqësi edhe nder i veçantë edhe për mua, e vërteta ka qenë dhe do të mbetet patjetër sfida ime më e madhe dhe do duhet të jetë sfida e madhe e çdo kolegu tim, sepse është shumë e rëndësishme të pasqyrojmë atë që është dhe jo atë që i shërben
kujdo vetëm jo vendit tënd. Nga Imara unë uroj një natë të qetë, një sezon të mbar turistik dhe pushime të mbara gjithashtu dhe bashkë ritakohemi në shtator.